Pra, nuk ka një lider mes jush i cili orienton disi zhvillimin e më passhëm, apo jo? Pra, për shembull, përcaktimi i zotit Goxhaj, ishte një propozim nga kush? Ishte një propozim nga gjithë grupi. E pamundur që të ndodhë kështu në një mendje, apo jo? Po ja që fatmirësisht jemi gjithë në një mendje se mendojmë që sistemi 35 vjeçar në Shqipëri duhet shkull një herë mirë, dhe thirrja që është bërë më shumë aty Ramanburg, Berishamburg, ka qenë një thirrje që ka dalë nga qytetarët, edhe ajo ka bashkuar me mijëra shqiptar si asnjëherë tjetër, përtej partive politike, përtej bindjeve fetare dhe përtej ndarjeve krahinore. Kështu që besoj që fatmirësisht më vjen keq që për herë të parë Gjergj Fishës nuk i ka dalë llafi që më parë mbledhet një thes me plesa se 2 shqiptar, ne jemi mbledhur me mijëra shqiptar në shesh me të njëjtën mendësi. Pastaj bindjet politike, ndarjet e tjera i ka gjithsekush personale, betejë që na ka bashkuar aty në shesh është e njëjta. Edhe diçka tjetër, të lutem, grupi koordinator nga sa persona përbëhet, nëse mund të ma thuash si informacion këtë, pa dashur të përçaj apo të insinuoj diçka, po besoj është e qartë për ata që na ndjekin. Dhe më beso që janë shumë, ka njerëz që bashkohen çdo ditë, që kontribuojnë çdo ditë, ka njerëz që vinë 2 ditë dhe nuk mund të jenë çdo ditë, kështu që nuk është thjesht një numër fiks, është një numër fleksibël, është rreth 40 vetave që mund të jenë një ditë më shumë, një ditë më pak, që mundohemi që të kujdesemi për mbarvajtjen e kësaj gjës. Komunikimin e zhvilloni në rrjetet sociale, në WhatsApp, si komunikoni me njëri tjetrin? Më besoj që po të pyesësh ato përgjuesit shqiptar do i kenë gjitha informacionet, se nuk besoj që numrat tanë tani nuk janë më në përgjim, apo nuk janë identifikuar, s'është një gjë sekrete, normalisht komunikojmë ashtu siç komunikojnë gjithë shqiptarët me telefona. Sepse kemi krijuar sisteme kaq sigurta që të mos mund përgjohemi. Për këtë t'jesh mëse i bindur. Më vjen keq shumë nëse... Jemi shumë të thjeshtë dhe jemi qytetar krejt të thjeshtë. Më vjen shumë keq nëse është kështu e vërteta me përgjime, se s'ka përse të jetë e tillë, po unë bëj pyetjen time si gazetare dhe për publikun që na ndjek për të kuptuar, sepse ditë pas dite ka një individ që del edhe përcjell mesazhe. E për këtë doja ta bëhet qartë që si ndodh kjo, se ndoshta nesër mund të jem unë dhe nuk e di nëse do më lejohet. Shiko, po patjetër ti mund vish edhe të flasësh dhe besoj që do jesh shumë i respektuar dhe zëri jo do ketë shumë vlerë, kështu që po të ftojmë publikisht që të vish dhe të flasësh. Faleminderit shumë për këtë, vlerësoj. Edhe pse jo të mos jesh pjesë e grupit koordinues. Mund të jetë një formë e mirë. Falenderoj për të. Ndërkohë, edhe diçka tjetër që lidhet me vijimin e pikave kryesore. Pra, ato pika që u artikuluan dje, do të jenë, si thuaç, vendimtare, përfundimtare, do t'i qëndroni atyre apo do ketë një artikulim tjetër sot? Çfarë pritet? Jo, nuk besoj që sot do ketë artikulim tjetër, pika do jenë ato, patjetër që mund të përpunohen, ne normalisht që do konsultohen edhe me ekspertat fushave, ne jemi qytetarë të thjeshtë, unë kam thënë disa herë, absolutisht që artikulimi mund të kërkojë edhe një perfeksionim nga ana juridike e kërkesave, por që ato kanë qenë kërkesa të shprehuara nga qytetarë të thjeshtë dhe ne si qytetarë të thjeshtë i kemi përbashkuar dhe i kemi paraqitur në një të vetme. Kështu që normalisht në qoftë se gjatë ditëve të ardhshme do ketë, unë e di që ka intelektual që po punojnë, ka shumë tëreza që po punojnë si organizatore me lloj-lloj mbiemrash. Madje bëjmë një shaka që bën nga 5-6 mbledhje në ditë në Tiranë për këtë protestën, kështu që gjithsekush po mundohet në mënyrën e vet për të qenë pjesë e organizimit. Patjetër që do ketë edhe nga ata që do luftojnë këtë ditë që të kapin nga ai pjesë, mendojnë që si ata që kanë bërë gjithmonë në Shqipëri për të përfituar në një gjë, por që energjia e sheshit është shumë e madhe dhe është për një kauzë shumë më të madhe që është për të bërë Shqipëri një herë mirë, kështu që këto interferencat e vogla nuk besoj që do kenë rëndësi. Por që patjetër për pyetjen tuaj do ketë takime me ekspertët të cilët do japin ndoshta një drejtim më specifike dhe më teknike të gjitha kërkesave që janë paraqitur në shesh këtë ditë. Rexhana, faleminderit shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe juve, ditë të mbarë. Gjithashtu, ndërkohë, avokat, falenderoj për prezencën, jam në limite dhe doja të kisha marrë një koment për këto pika, po të paktën besoj u qartësuam disi edhe nga ajo çka tha Luciana. Para folsja i saksoj, më bukur nuk do kisha shumë mundësi ti saksoja.